Të dashurit e mi, të flasësh për Imam Mehdiun, Allahu i madhëruar e shpejtoft ardhjen e tij të nderuar, do të thotë të flasësh për ndryshimin e pashmangshëm në faqen e tokës, nga padrejtësia në drejtësi, nga gënjeshtra në të vërtetën, nga errësira në dritë dhe nga shkatërrimi në mirësi. Kjo përmbysje historike nuk është vetëm për shiizmin ose për islamin. Ajo është një zë i përgjithshëm për mbar njerëzimin dhe për të gjitha fetë. Besimi te Mehdiu nuk është e veçantë vetëm për shiitët, përkundrazi, të gjithë muslimanët e besojnë atë, por disa madhhebe kanë fjalë të tjera në detajet dhe tegzimet e saj. Sidoqoftë, thelbi i çështjes është se një njeri nga familja e të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në një moment të caktuar do të bëjë një lëvizje të fuqishme hyjnore. Ai do ta mbush tokën me drejtësi dhe barazi, ashtu si është e mbushur me padrejtësi dhe pabarazi. Kjo çështje është e njohur nga të gjithë muslimanët dhe është e pranueshme te të gjithë ata.